Përshëndetje njerëz, jena nisë për pushim. Edhe ato për në Kroaci, dikon 600 km, mëngjes, edhe që shpeshit një lash Teslën që të mu mush pak. Po duni me ditë se do të mi ba logaritjet deri në superchargerin tjetër, ku doni me mush. E kështu që unë logarita deri në Maribor me mri, me këtë mbushje, atje një mbushje, e dyta i vjetë dikun në Kroaci, nuk e di me një vend, e bona hesab që me mri në deti dikun 50% me pas bateris, që me pas që nëse nuk ka atje mundësi dikun ku mu mush, me pas mundësi mu këthy deri të qaj shtacioni që e ku mush të fund të nëherë. Ja u spjegoj edhe një herë ma vonë, shimi rrugës. Njerëz, mrina në Maribor të Slovenis, shpeshifni që qëtu jam të mush. E që dhe ishta me ju thonë, në Austrin vjen, e musha dikon 85% sa me pas deri qëtu në Maribor. Që qëtu që shpeshifni edhe një McDonald's, hinën fëmija me hangër, unë njëherë nuk jam unë të mora veç me pi, edhe thash të bajt qëtu pak videon tu tjese që shpo vazhdojna. Po, 85% unisa, nuk e di me sa përqen mrina këtu. Ky i pari stacion ku po mushmi, edhe i dyti dikon në Kroaci, dikon Karlovac në Dokët, e pa të emrin. Para se me mrin deti, jena të shku Crikvenica, është një bregdet në Kroaci ku dikon ma afer, kena këshyr ma afer mu kanë Austris. E din se mos me shku të poshtë rreth bregdeti, po menoj. E këtu në fillim është që kjo. Edhe po në Crikvenica unë e pash se nuk ka Tesla Supercharger, ka tjerë si firma tjera, po ato masi nuk kam kartel, nuk e di me kredit karta ban as ban. E kështu që ka njerëz edhe mbushje tjera për kjera elektrike tjera, jo për Tesla, do të me këshyr qësh funksionojnë, që ki njeri për këshyr. Unë qësh tash për Tesla, që ato e ka për parsin që veç eshtu edhe s'ki nevoj ma as kartele as sen. E që kështu thonë, atje në Crikvenica nuk kish supercharger, edhe logarita që me mri atje me 51% mi pas bateris. E kjo mjafton tani mu këthy prap të mas deri të ky mbushja Karlovac që thash. Më thonë, unë e mbushi Karlovac që me mri në Crikvenic, mi pas edhe qaq rrym që mu këthy prap në superchargerin e fundit. Që kjo a kret filozofia, se mu kanë që direkt, nashta kisha mri edhe direkt me një të mushme, po do të me planifiku. Që këto e ka kerat me rrym, senet pozitive, po negative që kjo do është me planifiku rrugtimin. Po mësohet njëri, edhin me ko, edhe se nuk planifikon 5 minuta, 10 minuta, i këshyr veç ku janë superchargerat, ku qysh është rruga, e njerë edhe pompat e benzinit do njerë do të mi këshyr se ku janë, qysh janë, nëse në qatë nuk je kanë në qatë rrugë do njëherë, ose është e re për të. Edhe, po, që gruja ku vjen? A i lau e fmit atja? Edhe akullore po hajnë. Ato mos dhe se ada pa mrin t'i shkukorët. Ka pas ka qëtu, pëse hongre ma tjetë. Edhe
që kështë të thonë, po, edhe që të mërim, nuk e di unë, ndështë te ai apartmani që e kena rezervu, ka edhe një shteker, nuk kom fol me, e kom rezervu, po nuk kom fol me atë pranarin, a monët, as monët, se monët njeri edhe në shtek, me si shteker të shpis me mush, e le aty 1-2 mushët full. Po që mos me rreziku, mos me qitë vetës të lashe, e bana qështu. E ju kalzoj që tash këtu pe mushi, shepat me mërin deri të qaj Karlovac, që aty në Kroaci, apo ja Transko, as di shepatem, ju kalzoj atje këtë mëri, edhe aty mushmi do me thonë pak ma shumë, që shtash me pas tani rrymë për më këthy të masa, që aty prej detit. Që njerëz, u ka me 95 kave po mush në orë, jo Karlovac, po që kjo Jastre Barsko, që qëtu duhet me mëri, edhe aty mërina me 22%. Të më thonë, edhe 1 orë e 27 minuta mërina aty në Kroaci, që shdash me 23% mërina, do më thonë, këtu mjafton me 53% munis, do më thonë 20% mjafton, po e mushën pak ma shumë që se hangrum edhe pak dishka, e kështu që vazhdojnë atë qëtash se bollu mush këtu, e mushën atani atje pak ma shumë. Njerëz që këtu në Kroaci me 141, 150 pashzët është e mush këtu shpejtësia e fort. Pse? Se s'ka shumë Teslat që këtu për mas krejt zbrasta, se normal sa ma shumë kere në mbushje, qaq ma ka dal mbushet. E sa i kemi këtu 38%, do më thonë këtu do të me mush pak ma shumë, që shtash, e njerës qyshe logariti. Do më thonë në atë venin ku jena, ku kena me shku, mërim me 19%, që shtash me 20% mërim. Këtu i kemi 49%, minus këto 20, i esin 29%. Do më thonë, me 29% mërim në vend. Po, neve na vyn edhe 29 për më këthy. Do më thonë, duhet me prit këtu, mu ba 29%, që mi pas për më këthy, edhe disa kilometra nëse i bajna aty në për qytet, do më thonë me 30-35% kur të bëhet këtu, mujna munis, atër jena të sigurt se edhe rryma mjafton deri sa të shkojmë atje edhe të kthehim prapë këtu. Që këtu me mush, ka të kthehem edhe me vazhdu për Vjenë. Do me thonë, nuk ki këtu kartela sene, e kap edhe e shti. Kur të dësh me hek, e shtyp qëtu të që kjo pulla, që kjo rëmëllaki qëtu, nalët, e hek, e shti. Edhe krejt shkon në përmjet karteles bankare. 1-2. Njerëz, kush punon edhe gabon. Kum dash me ban kishe kvalitetin e tonit ma të mirë, s'ko ka konë mirë i lidh. Qëtash tu e pre videon e pash.
Qa me ba, shnosh, vazhdojna me video. Që këtu njerës kum fol diçka që kum kallzu se nuk ka nevojë Tesla më mush 100% sa herë, po mjafton deri në stacionin tjetër, domethënë mundesh me edhe ka 10-20% me mush derisa më rrin te tjetri vend, tani aty për një kohë të shkurt mush edhe vazhdon. Mirë po, kum fol edhe se mundesh mos me planifiku hiç udhtimin, po veç hyp e jep cilin edhe Tesla vet të tregon se në cilët superchargjera duhesh mu ndal mush. Po unë e kum planifiku se kom dasht vet në për çato superchargjera mu nal, për shembull ku ka McDonald's ose diçka tjetër. Qajo, se s'm ka punu mikrofoni edhe këtu. Njerëz që shpeshifni edhe ky premium connectivity po funksionon, që dini për videove të përparshme kur kalojsha në për Serbi, atje nuk bëjke, këtu në Kroaci edhe Sloveni pa problem krejt. Që qëtu jena momentalisht. Të qëto superchargjerat edhe sa i kena mush 73% për as 5 minuta. Po që shtam edhe pak të mushmi këtu ma mirë, edhe që të kena tani rrim edhe atje. Që, u kry mbushja njerëz, veç e shtyp qëto, e ngrejmi edhe e bina të veni, opa, edhe hecim. Ka pushtu kjo mbushja e fundit 15 euro, ajo e para fundit nuk e di, po ja u ka zoj tani se sa qysh. Në Sloveni e keni atë vinjetën, unë e blejta në MTC, në Austri, unë me bledhen, kufija aty, kushtoj 16 euro për një javë. Në Kroaci nuk ka vinjeta, po ka do të me paku si Katarina, matë, që i bje e merë këtë kartelën, tani kur dalë me të bajna pagesën, njëherë u ba, se hinëm tani tjetër autoban, edhe ajo ty po mujke me kartelë më paku, dhe në dhe s'keni kesh, s'keni nevoj kesh me bajtë që. Njerëz këshënë kur të mrina 49%. Ama që tash jena të shdryp të poshtë, sash mushet keri, kur ta shifni në fund aty 50-51. Të shdryp të poshtë u ba 50%. Që shto mushet kere të shdryp të poshtë. Njerëz mrenëm, shpeshifni, edhe që tash ka med veç këtë venin me e eksploru. Njerë kena ardhë qëtu me një plazh si bazen, me gur edhe ploq,
edhe fëmija ma nuk po dojnë zallë, po dojnë me këthy, me notu fell, po uji i pastër edhe mund është edhe me syza me pa në ruj. Edhe më njerë qëto, më rënëm shnoshe mire rahat, e tani i këshirë me ditë tjera se që janë plazha tjera. Kish edhe me gurë, kish edhe me zallë, kish edhe me zallë të vogël, qështu. Që njëherë këshirë një pamjet e qëti venit. Kjo këtu afër Crkvenicës në Selce është. Këtu do me thanë birisht se thellësi, shkallë për me hyt, që këto të mitë. Që njerëz plazha tjetër të eksplorojna, këtu pak me zallish, edhe uji Tyrkis, edhe kjo fakt. Bukur këtu. Njerëz sot lunë Spanja kundër Francës, edhe qëtu kena kalu parzët, edhe pam një televizor e rezervum një tavolin me këshillojnë edhe me hangër diçka. Shka mu kanë ato shqiptar, ku të shkoj shqiptar të tovës, edhe tha sa problem, tha hajdeni, tha ja u rezervoj tavolinën, edhe po, me hangër pesh ku shkojna. Që këtu. Që qëtu është, ja u tregoj tani edhe atë firmën. Që po ja fillan loja. Njerëz pi pranarit edhe ka një kafe për shpiz edhe shumë mikpritje. Ju kisha preferu për të vini këto në Selce, pa tjetër me ardhë me vizitu qëtë restoran për frutet, detit, pizë, kreti kish. Ja u kalzoj tani edhe emnin në dhe. Se në ato e këshirë futbol. Kafja, shka ish kafja? Kafja ish me ofër do ditë një pika një 5 atë qash. Pa, macchiato. Sin Prizren, a? Valla sin Prizren. Që njerëz këto rrëdh detit, që ke lokali, bufe Zlatna Riva. Shumë hajet mira, mikpritje shqiptar, kur të vini këto, se qëta shu bater, në Selce, që aty. Njerëz, nëse jeni me fëmijë të vogël, po, Shqipëni nashta Itali ku ka zonë, ama me fëmijë të rritur dhe tinegjera, Kroacia koka loç, për me notu, për në ruj, me pa sene, fantazi. Njerëz shumë ujë pastër këtu.
Na jena që atje dikon, se fëmijëve që atje pi pëlqen të ato ploqat, se po mund është me këcy edhe me notu, ama që edhe për fëmijë këto, normal zall jo i holl, po me gur pak, ama ujë i pastër. Njerëz, kështu me këtë pamje fantastike, a? Ka she kemi ishullin Kërkën do këtë e këto është. Ishullin madh. A da fin, apo të pëlqen? Njerëz këto edhe në rujë me këshyrë. Kush ka qef, unë për veti jo, se nuk du me ditë hiç se shka ka në rrugë. Njerëz, peshifni edhe perëndimin e diellit. Kjo është dita e tretë që jena këtu. Edhe po, deri që ta është super. E çto thash ta mbaroj videon edhe shihemi në videon tjetër tani tu u kthy. Mos harroni me bë like edhe subscribe nëse nuk e keni bë, edhe tum prej Crkvenicës. Ju përshëndetje. Tum tum. Tum tum, ciao.